dhe në të gjitha politikat në lindjen e mesme dhe aleancat që po krijohen në vende të ndryshme, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Afrikën perëndimore që janë buzë detit të kuq, ku ka interesat të mëdha, superfuqitë, Emiratet e Bashkuara janë pozicionuar dhe po luajnë për llogarit Izraelit, dhe kur themi që kemi nënshkruar një marrëveshje me Emiratet e Bashkuara për të krijuar atë që quhet Smart City në Shqipëri, duhet kuptojmë që është nënshkruar në fakt me sionistët, të cilët kanë projektin botëror të Agendës 2030 për të bërë gjithë botën. Pra, do të thënë në situatë izraelite kjo. Po, ata janë të interesuar. Po mirë, të sqarojmë gjërat. Projekti përgjithshëm i sionistëve për të mbajtur botën në kontroll. Ky projekt ka filluar në fillim me Nazi, me Kinën, me Partinë Komuniste, e cila nuk e konsideron njeriun si një entitet politik, por e konsideron si një objekt të cilit mund të marrësh të dhenat dhe ta kontrollosh. Dhe zakonisht shtetet që janë pa një bazë të fortë demokratike dhe pa një histori të gjatë demokratike, do të përpiqen që ta përdorin teknologjinë në funksion të kontrollit të njerëzve. Pasi Rama kërkon me Emiratet e Bashkuara të kontrollojë një pjesë të territorit me qëllime korruptive, siç është porti i Durrësit, që ka bërë planin për të ngritur atë investimin e madh aty në portin e Durrësit, ku do mblidhen gjithë paret e zeza dhe të korrupsionit për të krijuar aksione për përfitime afatgjata të një grupi të madh të lidhur me interesa pranë qeverisë Rama. Pasi përpiqet të kontrollojë territorin, ai përpiqet të kontrollojë dhe njeriu dhe ta kthejë atë në një sklap, duke e monitoruar nëpërmjet teknologjisë artificiale. Smart City dhe demontim njëkohësisht. Kontratën e kemi me Arabinë Saudite, jo me Emiratet. Me Emiratet e Bashkuara. Jo, është me Arabinë Saudite. Me Bin Zayedin. Jo, është me Muhammed. Po e ke gabim komplet, është nënshkruar marrëveshja 102. E vërtetojmë këtë? Po. Por e bazuar në modelin e Emiratëve. Jo, me Emiratet e Bashkuara Arabe. Me Arabinë Saudite. Me Arabinë Saudite. Për nes ka shumë diferencë për shqiptarët, se Arab për Arab. Rama mori dje para 3 ditëve mori dhe medaljen e falënderimit. Po mirë, sepse mori $119 milion borx në bankat e Bin Zayedit, dhe ato para ja dha kompanisë çfarë quhet për këtë, për okay. Emrit na futi çik në thellësi se këto detaje s'ta duhet. Për të bërë vendosjen e Smart City. Atje. Na fut pak në brendësi. Qeveria e Emirateve është një qeveri e cila kujdeset shumë për qytetarët e vet. Është një qeveri e cila lidh aleanca, po dhe din mi tregu dhëmbët. Ata kanë bërë shumë për popullin e vet, kanë bërë shumë edhe për shqiptarët. Kështu që mund do isha Çka kanë bërë? Ata më 70-ën janë krijuar si shtet. Çka kanë bërë? Me gjithë ato pasurinë nafte, $13,000 në vit i kanë të ardhurat. Ne pa pasuri kanë ndërtu spitale, kemi 9,000 në Shqipëri, në Kosovë, kanë ndërtu spitale. Është turpi madh net na sklaverojnë ata. Kampi më i madh i refugjatëve gjatë. Po ka çik drejt Sako, kjo është turpi madh na sklaverojnë ata. 13,000 më i kanë, ne 5,000 diferencë kemi, kupton? Me pasu është vendi 19. Atëre çka ka këto zvicerianët na që më çifën prapa na interesojnë. Smart City është treguar shumë i suksesshëm në luftimin e krimit. Edhe ka arrit deri në pikën që në Emiratet e Bashkuara është pothuajse pamundur që të bëhet një krim. Ata e teprojnë me mbikëqyrje. Por tash në Shqipëri nuk mund të aplikosh një model të tillë, se megjithatë është. Nëse na ul krimi do ishte gjë e keqe. Megjithatë ne jemi demokratik. Është 90,000 kilometra katrore, ka 2.9 milion banor, më pak se ne. Jo, Emirati është më i madh. Si mund të ketë krime në një vend kaq të madh, me kaq burime? Emiratet janë sa 5 herë. Nëse mirë, por mos hajmë edhe në tjerëve, kthehemi këtu. Kto që them unë shifra mbaj përgjegjësi. Edhe tash. Po kush do të dënojë? Shoj sekondë burrë ti. Rama e ka i bliku me shënimet. Valeni me folë burr. Hajde të lutem, Albatros. Rama e ka i problem që e ka pranuar që forcat shqiptare të rendit bëjnë kompromise, i del si ne jemi dhe popull i vogël, e një atë, e një këtë, shefi këtu, shefi atje, hajtë se s'të pash, e len, shkon, dëmon, merren vesh edhe policia se kryjnë punën e vet. Është një gjë tjetër. Policia shqiptare nuk duket në rrugë kur të bjen errësira, nuk e kit pranishme për të vënë gjoba. E tash forma për të vendosur një farë lloji rendi këtu edhe për të identifikuar kriminalet janë këto
ky sistemi i Smart City-t, 8.000 kamera. të kamera që Mirë, po mos gatojmë dy gjëra, se Shqipëria është vend i sigurt ndërkohë. Dua që t'jepet ky mesazh. Jo, nuk ka të bëj ajo kjo. Po ndërkohë kjo që the pak përpara shik më rënd se kaj se këtu policia arreston njerëz rrugës. Pra, sqaroj mirë muhabetet. Shqipëria është vendi një nga vendet më të sigurta. Pra, sqaroj mirë, nëse Shqipëria është vend i sigurt në botë dhe kjo ti je i sigurt, vend i sigurt. Edhe vend ku kriminalët bëjnë punë janë dy gjëra që mund të bashkë ekzistojnë njëra me tjetrën. Çështja është që ndodhin krime, ndodhin gjëra të cilat policia nuk reagon. Po. Edhe vetmja formë që ato të identifikohen Smart City. Është Smart City, domethënë se është në kamerë. Pra, ka një shërbim të këtij tipi. Është në kamerë dhe nuk ka ku të shkojë, domethënë. Thot ajo Albana. Kjo është arsyeja vetme mendon ti që për cilën ndodh kjo. Absolutisht. Statistikat e prokurorisë së përgjithshme të Shqipërisë tregojnë që zbulueshmëria e krimeve në Shqipëri në masën 83% varet nga teknologjia, që janë kamerat e bizneseve apo në rrugë ose në për familje o bore shtëpish. Kaq ka qenë edhe para se të vendoseshin kamerat. Është aparati celularit, të cilët vjen në përgjim, zbulojnë biseda, komunikime. Ka qenë 90% para se të vendoseshin kamerat. E treta janë rrjetet sociale ku njerëzit anonim ose portale të ndryshme publikojnë një vjedhje në supermarket, një plagosje me thik, dhe njerëzit e kanë humbur interesin për të shkuar dhe për të denoncuar apo për të qenë dëshmimtar në gjyqje të ndryshme. Interesin apo besimin? Mos kanë humbur besimin. Interesin dhe besimin. Po niset saktë. Është ajo situata. Kanë humbur besimin. Është situata për shembull rasti konkret të aeroporti. Si ishte e mundur që kur ndodhe ajo vrasja të aeroporti, që nuk kishte as polica, as asgjë, as domethënë, po kamerat aty janë, nuk është zbuluar, aty janë kamerat. Ka një koordinim. Ka bashkëpunim pra, aty policia dhe krimi janë bashkë pra. Pa bashkë.